Tifozë tani dy gjëra të rëndësishme në futboll. Është ekipi vetë që luan dhe tifozë lojtarë 12. Dhe sot ne kemi në studio pikërisht lojtarin e 12 me plot kuptimin e fjalës. Dhe çfarë lojtarë 12 që kemi në studio? Lojtar 12 intelektualë, jo do si do. Zoti Kujtim Gjuzi, përshëndetje. Ju falenderoj. Një dyshem rregullueshme, ty të shoh që pas e vëra akoma të lut futboll. Tani futbollisti ka këto gjëra. Na ndodh. Tani je një tifoz futbolli intelektual. A mendon që shkon ti është intelektual futboll apo më mirë të alem tyre që janë tifoza që shkojnë edhe fillojnë nga motra direkt aty? Në kohën tonë ishte çfryrje. Edhe imagjinoje ti kur doje të shaje në stadium, në kor, policia ishte gati të kapte tifozin. Ju në këtë moment krijon një tension arterial, urdhëra mund të shikon kamerat, që bëhet një si kokriza ose revma e quajnë grekët, po quhet tension arterial. Në atë kohë unë isha në radhën 14, 20-ja, karriket 120, 121 ishin pronotuara për mua nga sot presidenti i Bilardos, Ed Loku. Domethënë, këto dy bileta i kishte Kujtim Gjuzi dhe Bujar Reka. Kështu që Bujari ishte tifoz i çmendur i Partizanit, unë megjithëse luaja pak me trinjtë e Partizanit, prap zemra është bardhë dhe blu. Kështu që tifozi 12 është domosdoshëm. Po ju më konsiderohet si një intelektual. Unë mund të them më tepër që unë jam një qytetar i Tiranës, kam bërë përpjekjet e mia në arsimimin tim të lartë, gjithmonë bëhet fjalë vazhdimin studimeve ditën për ekonomi dhe biznes. Me qenë se jemi në ambient konsiderohet sportiv, në kohën tonë thash që nuk vinin shumë femra në stadium, ishim vetëm një ose dy. Edhe gjithë tribuna përqendrohej ke bukuria atyre femrave, ishin shumë bukura ato të dy, s'duam ti përmendim emrat të shtet. Imagjino ti edhe në fushë aty me trin duke lut, prapë i shef ato femrat që kanë armë pa dhe ti se ke merë fare pa golin këtu. Po gjithmonë ke femra. Po ke merë pa ato femrat atje. Ka ndodhur edhe pra, në European. Është tifozeria qytetare dhe intelektuale, nëse do ta quajmë kështu. Ose mund ta quajmë aristokrate. Po nuk mund të jetë aristokrate 20-ja. 20-ja çfarë menon me babën gjithë që e mor parasysh gjitha. Ke tribuna, nuk është mirë me shah, sa aty është edhe kryeministri, është gruaja e kryeministrit, është djali i vogël i kryeministrit, në pubertet, 11-12 vjeç, bën gabim që çon. Ai duhet ta vë mbrapa porte. Po ti isha kryeministër, tani ti një vjetë vjen mbrapa. 12 vjeç? Po, me maj topat me i pru aty, që të mësohet lujt, vrapoj. Jo të rri aty si intelektual dhe me suza. Mbrapa porte, tribuna, pasporte, ti edhe aty duke shah me tifogrupet. Tani edhe ai do të mësoj sa të shahë tani se gjuhë shqipe i pranon të gjitha. Po ne tham, domethënë nga 20-ja, nga po themi edhe 10-çet, C-ja edhe E-ja siç e kemi pas ne, ose nga kryeqyteti dhe nga kodrat e liçenit. E shara vjen me jehon, nuk vjen drejt për drejt në vesh. Se ka hapësirë, derisa të vike, po themi, ke femrat që janë ke tribuna qendrore. Unë nuk jam dakord që femrat të vinë ke tifogrupi. S'jam dakord. Tu jam konservator. Me që jemi të kjo tema e tifozëve, tani ka filluar botërori klubeve, nuk e di e ndjek apo jo. Po, mesin minut 96 më duket goditi shtyllën. Tani çem korrekt fare. 0-0. E ke pa që kanë shku biletat nga 2-3 euro dhe prapë nuk po i mbushin dot tribuna. Çfarë mendon që është problemi atje? Gjella me krip, thotë Myslymalla, e në krypa me karar. Çfarë do të thotë kjo? Domethënë, bos tër vite para dite, një 60 minutë, mas dite futin ngarkesë 90 minuta, kush do me net edhe 110 edhe 120 për të përgatitur. Ju tani bëni një pyetje domethënë që kjo bileta 2-3 euro. Po e ke bloku pra gjithë vitin kalendarik, e ke bloku, që do të bësh, s'do të lesh as i muj pushim. Po ju s'mund të shkoni tani në një stadium, që bie bileta 3 euro atje, edhe nuk nxjerr as shpenzimet, se unë jam ekonomist, jo tash. Jo, më 3 euro, ato 3 euro i kanë thënë se nuk ka interes, nuk ka. Po këtë tifozë nuk po do të shkojë të shohin ndeshje. Jo, po këtë do të them unë. Edhe lojtari vet aty është i stërmunduar për mua. Një muaj pushim është i domosdoshëm për ashtu rastin, një herë 2 vjet, një herë 4 vjet, që vjen europiani apo vjen botrori. Domethënë ti mendon që FIFA po i mbigrakon pak lojtarët me këto. Mendoj që është kthyer në komerc. Do të kem pak pushime thotë. Po ka nevojë organizmi. Është njësoj si një ditë me ngarkesë 24 orë, 7 orë trupit i duhet pushim që të rifillojë nga e para. Këto janë studime akademike, sa folët ju për intelektuale. Po.
Po shumë tifoz, për shembull, po shprehen thonë që këto lojtarët po marrin nga 8 milionë euro në sezon, thotë dhe nuk e kanë asnjë gjë të punojnë dhe verë. Për shembull, po të merresh ti 8 milionë euro në sezon. Punoj gjithë vitin. Atyre tifozëve tani. Punoj gjithë vitin. Atyre tifozëve tani themi po lojtari që ngeli në fushën e Ignatias. Po më ai kishte probleme. Çfarë problemi kishte? Kishte probleme. Ai kishte firmos, kishte probleme me zemrën, e dishin gjithë. A kishte firmos? Për shkon vdekje. Po më ashtu ato e dini. Vite nga një kaluar me probleme. Ekstazi thoni, ëh? Si e thoni? Vite nga një kaluar me Ai kishte probleme. probleme me zemrën. Ai kishte bëu vizat mjekësore, nuk i kishte kalu, kishte probleme me zemrën. Thjesht kishte vendosur që unë mos ta lej futbollin. Me një nga pikat që kishte Kudim Gjuzi, nëse do të merre Federatën Shqiptare të Futbollit, a di kush ishte? 11 profesor doktor të shkencave mjekësore do të ishin të përditshëm në Federatën Shqiptare të Futbollit në 3 ditë. Që do të thotë sot janë 11. Po. Apo jo? Nesër janë 11 tjerë. Pas nesër janë 11 tjerë. Dhe i vinë një herë në 3 ditë 11 personat që të paktën kardiologët duhen aty. Si mundet, se unë e kam dhe shok atë që i ka thonë, Drini Bardhi është i Kavajës. I ka thonë që për mua mos luaj, do vdesësh në fushë. A i firmos me vdek në fushë. Nëse unë do t'jem federata, nuk do t'jem mua, se nuk e kërkoj më këtë, se e kam rrit nivelin më shumë, e kam çuar në parlament, nuk do t'a leja të luan të atë. Po të merresh 8 milion euro në sezon. Po pikërisht pra, Do e kishe bë verën pushim po apo jo? Desha t'i iki pyetjes. Ha, Unë ju thash jo, e keni topin këtu, t'ja bëra fshatën tani 65 vjeç. 65 vjeç. Mi po duhet në pas makinë ambulancë sport se më u thy brinja përse çanot. Kështu që futbollistët zakonisht me mesatarë ponderike jetojnë 71, 72, 73 vjeç maksimumi. Do të thotë që zemra atyre lodhet. Se në rremenia kur plakesh, fillon të rremenia që çuniri. Ti e plak motori 66 vjeç, ti e sforca. Ai po eci 90, maksimumi 100 është rregull. Jo, thot vllai im 200. E disa motora ka djega. Shive, sa i modësh prap me iku pyetjes. Prap iku, 8 milionë euro në sezon. Po jo. Kujtim Gjunze ka deklaru hapur maj 10.000 lekë të reja, po të vjetra në xhep. Nuk do të shelu gjithë verën, domethënë. Po jo, more ç'është ajo ç'a. Kujtim, tani dua di pak ku ka filluar lidhja jote me futbollin. Cila ka qenë ai shkaku që ti fillove të shikoje. Duhet të qenë vitin 1971. Në Tiranë luante Partizani me Vllaznin për finale e Kupës së Republikës. Edhe më thot daja im, i ndjeri, thot apo vjen me dajën, shkojmë shohim neshin. Mirë po, unë shkoja, se kishte të bilardo këtu ju, unë shkoja luaj me dajën në bilardo. Edhe, hajde po shkojmë në stadium. Shkoj këtë stadium jonë, atje, derë stërvitje, Vllaznia, Din Zhega, e pati o rafisatën që ju e qita. A rafisatën që i bëjën është Din Zhega, shko ka ime. Shkojmë në stadium, dalin futbollistë në zemje, Lek Koçobashi, e majmen si sot, ka qenë më duke se mbrojtësi majti Vllaznisë, kroson një top, ishin në parandeshje, pa fillu ndeshje që është në zemje. Në zemje. Bëni cross ai çat them. Cross shumë i bukur, shkon to flurut bukur. Ngrehet Den Zhega ke pikë penaltis, kthehet mbrapsht, topin rrjet. I gjithë stadiumi, megjithëse ishte me Partizanin, duar trokitje, i gjë bukur. Këtë moment unë e pash. Dhe prap, po të veshre, se janë në emocione, në emocion këto momente. E pashëm të daja, që kemë dhe mu? Jo, më s'kom gjojtë. Shkoj në shpi se që fry topi. E mora topin, e fryva, e rrugullu, morë dhe vlajnë, po ka marru neshe të që jenë darke, farmacia 10, poshtë fusha, është tregu sot, i them vlajt, dila tja, vlajt përdor të 2 komët, është futbol, Qing Gjuzi quhet, teknik, lojtar teknik, ai ka qenë në fut topin për shalës, nuk do me bëgolla ai. Tha, dila tja i ke këndi atë Kroso ka e majta, bap me 2 herë, u ktheva në gërshon, mi po, vritës, nuk është. Ti po provoj atë që pe. Atë që pash. Jo, fillim të bësh gërshonën një herë, që të bish një herë, që mos vritësh shumë. Po kështu gjysë rafishatë. Një herë, 2, 3, 4, 5, kanë nejt 6 muaj kur e kanë qit rafishatën, ke pika penaltis cross. Dhe këtë cross do ta përshëndesim tani quhet Ilir Vokopola. Mbrojtësi djathi i Tiranës me Trint me Çimuçën me këtë grup, i futi cross Liri aty në rremull balti ishte. Bap topi në shtyll mren. Tha Liri Gjoza. Sa kishta që s'kene fotograf këtu. Mirë po vjen rradha. Edhe këtë e bën Hector Pustina.
në stadium kombëtar, opozita, luajmë ne 2 gola Kateshi, me 9 shtator duhet këtë qenë 97-ës, do bojtohet pra qeveria pajtimit. Edhe unë tani jam me numër 2. Thot trajner Agustini, më thot Gjuzo, ka vu kryeministri basta $100. Bashkim Fino, da. Nuk ke as i pundi dhe me dalë në sulm. Ti ke punta, pull poste, mos me lonë me bëgë gëll, Bashkim Finon. Bashkimi kështë vu bast me Gramoz Ruqin. Luaj me basë gjithë Po, kombinimin. me bast $100 dhe bëgë gëll, Bashkimi. Edhe qa bëhet në këtë rast? I shkoj Baci të afërën. I them Baci, këtu si e kryeministro, mos më afro të zona repsis, presion. Gjuzët që thunë të lata. Erdhe ke zona, thash, kena problem. Vje Baci me bëgë gol, topin ky Kateshi, kështë të bëgë 2 gola Kateshi në 2-0, për të bëgë 3-0 në favor të atyne. Në vend të bënde gol Kateshi, tani qa bëgë i jep topin për para meje, dhe më thonë këtu, që Bashkimi nga mas meje me bëgë gol, s'kisa pun me topin fara. Bryllin Bashkimin në gjaps, Bashkimin to, morë topin unë, e qita kornet të si unë, se është vra kryeministri pra. Gjithë stadiumi, bravo që i rej e para. Mirë po, masi unë usolla si intelektual, se kjo vrata është marë goli se morëm 3-0. Stadiumi si erdi mirë që puna këtë veprim, po unë jetë të Roma të në fosh. Mirë po, qa not? Në pjesë 2, janë 2-0 ata. Bamir Topi, profesor doktor i shkencave, këti mund t'i themi intelektual ne të shi. Edhe bët një encë për ne. E marë topin, no? Se ishin gati këto Paldajqi, këto skuadra opozitës, do më thonë, pare ma e këto topin mu? Po, pse më thëmë do gjushti ku dhe pojtë, shumë do gjuhë jancën. Penaltit e këne lomi gjuhë të jancën, do gjuhën. I thëmë Bamirit hajtë pak. Shko bjeri Bamirit dhe diagonal, kjo 17-18 metra ti e bo gull. Po legu ti më thë se jena plek dhe që të të Ore bjeri thash gjethë aty në hec, gjethë e dim në gjuhët në damor. I bje Bamirit topin në rrjet, opozita boni golin në nerit, e unë nërit stadiumi aty, të shi vje Bamiri dhe unë. Ore tha, po ti tha ku i dishe që du hyte kjo gëll. E mërë Bamir topi. Ti me di Ashari mu, e me luti Ashari, në keni fitu 250 lek lagja di branve ju me i gëll këshum balde, thash e hongri liut, di që qëhet portieri jo, ra topi më shtyllë mëreni, thash, e në morët, me gjithës së vazhdoj loja deri në funit, thash, ju me i gol 1-0, thash në morët 250 lek vjeta, kujto të se harruja 250 lek shumë, thash, që më ke morë atëre. E kujtoj akoma. Po ja kujtova direkt ati. Kujtoj edhe unë diçka tjetër. Kur ke qenë 15 vjeç, ka kapur sigurimi i shtetit me flamur gjerman. Po. A të vjen akoma keq apo pishman që bërë këtë veprim apo e ndjeje? Po, sot më vje keq. Sot pasi mendoj që kam lexuar dhe studiuar, do më thonë që më është dashur më tepër. Jo se kam dashur. Do më thonë intelektuali do të lexojë. Ky është ndryshimi midis qytetarit dhe intelektuali. Ai do të lexojë. Unë kam qenë i detyruar të lexoj. Sot, kur unë shoh që mbretëria greke e Otos është bërë nga gjermanët edhe na ka prisht ne gjithë ato troje, po çfarë them unë tash? Pellazgo, Iliro, Dardane. Do të thonë nuk do kishte dalë me flamur gjermanët. I kur në botë nuk do kishte dalë. Mirë po, policia e shtetit, ndërhyrja ambasada, siç e kam thënë, ndërhyrja ambasada e Republikës Demokratike Gjermane, se ne në atë kohë nuk ishim ambasadë federales këtu. Edhe më lëshun, 14 vjeçë, gjysmë 15 vjeçë, të isha mirën me të. Flamurin e kisha qepur vetë, i kuq, i zi, e kisha qepur në makinë qepse, edhe i verdh, me 3 ngjyra origjinale flamurin gjermanisë. Mirë po, ku kishte nxjerrën kohë diktatura. Me sa duket, edhe nga sipër thanë që po le fëmijë. Tani se me fëmijë, nuk është se s'kan burgos fëmijë ata, po i kanë burgos në momentin që kanë tentu me uaratis. Kurse këtu Ky periudhë ishte na linte, ja ta them unë, na linte diktatura në herë pantallonat kauboj na i linte, edhe të sharat se e tham ke tifozi, ke çfryrja në stadium, gjithë peshë gjatë gjithë javës, në stadium edhe shanim na. Po sot e ndjek Gjermaninë akoma, si duket kombëtare tani? Jo, nuk e ndjek Gjermaninë më. Pasi numri 11 duhet të qenë Asamoah në vitin 2004 më duket. Kampionati 2004 duhet të qenë. Gjermania më duket se mori atë kampionat. Po. Nuk e mbaj mend mirë. Ha shofun Asamoah aty Gjermania deri në atë kohë ishte në presionin që pse s'luni ju me njerëz me ngjyrë brenda. Mirë po, sipas studimeve të mia, njerëz me ngjyrë jemi ne 3.
se e bardha është ngjyrë, të tjerët janë spektri i ngjyrës, pra nuk mund të quhet ngjyrë spektri. Ti nuk ke me Gjermaninë më nga që mori këtë lojtarin? Azamoa? Po pse të bëjmë atë unë, bëjmë anglez që i kanë 6 pa ngjyrë edhe 5 me ngjyrë. Është për folur kombëtare më të marrë lojtar me ngjyrë, ndoshta në të ardhmen do kishe pranuar një lojtar me ngjyrë të kombëtarëve shqiptare. Kanë konflikt interesi në këtë rast. Lojtar me ngjyrë apo pigment tash se unë. Po, lojtar me ngjyrë, po e quaj Kanë konflikt interesi, s'mund të flas. për kombëtarën. Po mirë, me që po flasim për kombëtarën. Sa shanse ka Shqipëria tani pas Serbisë dhe Letonisë për të shkuar botror? Ju po më quheni më Nostradamus këtë rast. Jo më po. Përgjithësi tifoz. Për shembull, kemi një fitore, 2 barazime, 1 humbje. Për moment. Pse s'keni më para ju më kur unë gjeta atje me Andorën 3-1 në kokë. Po ku e dim ne që s'do të gjesh tjetrën ti? Atëherë themi një gjë. Trajneri jon duhet të ishte larguar, e them, do ta përsëris në kampionatin evropian. Trajneri jon në këtë rast nuk mund të largohet, pse është në vendin e dytë Republika e Shqipërisë në grup. Dakor, ka ndeshje mangut Serbia me Anglinë. Anglinë e kemi përpara, është number 1. Kemi tani Serbinë. Pyetja është, ku e ka ndeshjen? Anglia e ka në Serbi. I duhet fitoria që të siguroj grupin, apo jo? Po. Pra aty është jeta vdekje. Po do luajm fort. Iku e para. Edhe Shqipëria ka. Dhe kjo ka një tifozëri të madhe për arsye të popullatës që e ka 65-67 milion ose 200 milion në gjithë Commonwealthin. Po themi, kjo skuadër do kualifikohet se s'bën. Po. Algoritmi këtë tregon. Tani vim ke Shqipëria, do kualifikohet apo jo? 800.000 aplikime për 20.000 vende stadium. Amerikanët janë logaritmi X-it X. O thonë, mund të fitojmë Serbinë. Duke që dje, një të rëdzu me i lojtarë janë, se kjo nuk paralizohet këllaj, kjo që gjujt i penaltin. Mane. Shkone e futat të hysen, atë hysen të rregullohet. Gens të morim ditës hysaj. Tak në zonë të hynë aty, më pengove, thot, penaltin. E penaltin e mori, Edhe rregull. nuk shko me gjujt vetë, që më duhet më thot. Ço Mane. Çam duhet më zot një thot, unë të mora penaltin, kam marru punë me ty. Ky tjetri thot, ti nuk mund të lush, i thot ky, selektori, neshin tjetër thot, se ti thot nuk bëre detyrat që të thash unë, se unë të thash ty mos din sulm. Ashtu po, ku din gjuzit jep akuzën, në qoftë se nuk do të kualifikohet skuadra. Kush është akuza? Pse nuk e le ti mbrojtësin sulmues me dalë në sulm? Pse nuk e vendos se ti mbrojtësin gjysmë mbrojtës ose me xall që i themi ne me sfushori djathtë për të marrë penaltin? Ti je fajtori. Ti Ti Silvinjo. mendon që fajtori është Silvinjo? Jo 100%, se është në vendin e dytë tash, dhe ai nga ana morale ti si kërkon Vendi do dytë po një pensat ti. akuzë e ka, një akuzë për mbrojtjen e ka. Nëse nuk kualifikohet, direkt vjen akuza. Kush je ti që nuk e fute hysaj në Letoni? Kush je ti? Pse e bëre? Kush të tha? Fillojnë pyetjet. Ndrim taktik thaj. Këtu ka një justifikim. Po tjetë përpara spakut ai dhe po të më kishte mu këshilltar në një rast hipotetik, unë do t'i thoshe thuj, unë jam brazilian vëlla, unë nuk luaj kështu. Unë du me lutë aristokraci me pa futboll më knaq, unë nuk du me dita fito apo s'fito Shqipnia. Sa i merr 1 pikë, sa ka 3 milion euro. Po rregull. Po rregull është. Po rregull. E kishte 1.100.000 euro, e rritë 200.000 në rregull. Po tishe ti për shembull trajneri kombëtarës. Ja, Thuaj çik. s'mund ta bëj këtë. Jo, po nëse do ishe, se unë Jo, do të shoh pak ç'a mendimi ke ti për formacionin, si do e bëhet ti formacionin. Unë flas si tifoz. Po si Në tifoz. asnjë rast nuk mund t'i shkoj afër unë pse? Unë nuk kam studiuar mjeshtrinë sportive ose Universitetin e Sporteve. Nuk kam luajtur futboll minimalisht në skuadrën e parë të Tiranës apo të Partizanit. Ajo kam mbetur ketrinj se unë këtash kam një operacion këtu. E përshtes janë stomorin, futi herë tokën për shalet, herë në dy tongri sparkatën e fort tip Sejdini, Faruk Sejdini, herë në tretë ashtu tha, po më shkeli me taka. Shkeli me taka dhe i shkojava drejt kokësit akut me këput komën, po e diçaj tash doktoresh Roshen Golemit, që ka qenë normalisht deputete. Nëse do më presësh komën, i thash, po më fut më aty se pa sharrën, në ty ke që zotoja. Ke pavioni 2, më prit kokën, i thash, mos më nxirë më me kokë për jashtë, më prit komën. Ato këshin da mene me prej komën. Ç'a sharri ishte kështu? Nikelato. Sa këshin dalë to inokset. E ti si shkëlqetave kur e pash aty. Miku truri. Drita. Rushena tha, doktoresha ndjerë, gjë e madhe, intelektuale shumë e madhe, profesore doktorë shkencave, nuk do lush futboll kurrë, tha mu.
Ti tani bën rrafishata. Dakor, dhe thash. Nuk do hysh bicikletë kur, tha. Nëse do t'i bësh këto dyja, do të përsëritet mas 20 vjetësh. Është përsërit, po ta ngrej komën poshtë, ka operacion tjetër poshtë. Pra nuk do t'isha asnjëherë trajner kombëtarës, të përgjigjet doni e dash. Po, për kombëtare nuk na folë shumë, po për Tiranën e madhe çfarë mendon? S'folë për kombëtarën. Po, nuk u futet shumë. Jo, na bën informacionin e dytë. E do informacionin. Nesh informacionin e. Sul. Tani e ka konsoliduar portën Strakosha. Pse? Ka prit penalti. Domethënë ka dhënë siguri ekipit. Do në Mroqa të një thonë, edhe po bëm penaltine, kena portierin. Pra është psikoz. Igo. Mbrojtësi djatë ka arë në moshën 31 vjeçare Elsejt Hysaj. Të gjithë kanë qenë me heq Hysaj. Po të shohësh postimet e mia, kanë qenë jo, sa ish kapiteni. Ai duhet largohet nga skuadra kombëtare ditën që e ndjen që ai nuk është më për skuadrën kombëtare. Po ti ke patur besim deri në fund. Absolutisht, po. Dhe ai është lojtar që luan në kategorinë italiane, super. Si mund ta largosh atë? Bëj fjalë për Gjimshitin, i cili është centerbeku jon, apo jo. Nuk është lojtar intelektualit si Cana. Ë? Është lojtar që shpenzon më shumë energji se ç'duhet, po realizon një qendërmbrojtës shumë të mirë. Në krahun e majt, nuk e çaj thu krahut majt, është i konsolidum mbrojtësi majt. Mitaj besoj. Mario, po. Mario Mitaj është jo vetëm inteligjent, po shpenzon energji aq sa i duhet. Janë disa lojtarë tipik. Pastaj kemi Bajramin diku aty. Kemi këtë Hasanin, si e ka Yasir Hasani, po. Kemi Yasir Hasanin, pastaj vim te Broja, me skuza le me 2. Kur them alla i djathtë unë duhet me Bajramin, domethënë luaj portieri. Po. Me 5 mbrojtësa, vej 2 këtu, ë? Edhe këto u bën 7, unë të fus 4 sulmues tani. Të 4 sulmues kushdo që të lodhet nga ata, ato të fusin kontrapjetën njëri për atyre. Kush? Si ka ky çuni Beratit? Mirtozuni. Mirtozuni është tipi përparim Kovaçit. Ai nuk e kam parë bon rafisatën apo jo, po është gjynan nëse fillon ta bësh. Gjithë rafisat duhet këtë bërë. Gërshonën nëse e bën bukur. Gërshonën po. Bukur. Është tipi Erim Kovaç dhe i prodhon Berati këta lloj futbollistësh. Kemi këtë djalin e Shkodrës, këtë Armando Broja. Armando Broja duhet jetë aty. Lera. Ta zem se ti ke marr karton të kuq sa ka fillu loja. Të kanë heqë një lojtar. Lera aty. Në momentin që ai të bën 2 shpërthime, aty i shkojnë 3 lojtarë. Duke i shku 3 lojtarë këtij, imagjinohet ti tani. Sa të rejgjë ekipi para të. Manaj, Ozuni, edhe ky Daku. Ke 3 të lirë nga krau tjetër. Po, të 3 këta. Këta janë bosh. Armando Broja, apo jo? Po. Është lojtar që ka start. Me të kalun start, ai nuk do t'i shkoj Portos kur shef Boshin atje me 3. T'je pasimin. Ai pe pasimin që bëri? Po, gjithmonë e ka bërë. Ishte pasim, ishte gol. Ai hodhi topin ke pika penaltist, nuk je ti aty taktikisht ti. Porta bosh. Komaru punën, e ka bë golin ai. Sa i shohin fush atë, trajneri kundërshtar thot mos, ti 2. Gjuzin thot, Gjuzo, hyn sparkati, ai tigën se të kërcet në rreth topin. Do të thonë ky është formacioni që absolutisht. Shive çfarë formacioni ke bodi tash? 4 mbrojtësa. Që vin kështu. Bashkë me portierin 5. Një me sushor këtu, një me sushor këtu. 4-2-4. Edhe 4 sulmues ti ke bëj rrumullake të mëdha. Po. Po me si fushës? Me si fushës janë 2 me callat pra, 2 lojtarë të mesit luajnë topin. Bajramin dhe Yasir Hasani. Kanë hapësirë ata. Ata janë bosh, ata nuk i markon dot njëri se ke sulmues se ti ke 4. Je detyruar të dublosh sulmuesin gjithë. Bën këtë pozicionin më mirë Yasir Hasani se sa Besa Kavajës, tani të vim ke Besa Kavajës, se ju e keni pa në kategorinë inferiore atë dhe nuk keni pikë fare domethënë. Besa Kavajës ka pas këtë variant. 4-2-4 të vinte në Tiranë me Shtinin. Shtini, lojtar i fshehur, me start i shkurtër, është një 67-68, mi po starti aty ishte pikat. Futem pikat e mbrojtësit majt ose mbrojtësit datë kudo që ta vendose trajneri dhe 3 lojtarët e tjerë që ishin Dash Bajazit e që ishin këta tjerët ishin gatshëm për gol. Gol Tiranës këtu. 2-0 në Tiranë, në stadium Qeverishtava, ne na ikte menja.
Ta pa të vjen shtini pa të re. Do në Shkodër. Pa na kalu te Kavaja, do na kalosh pak te Tirana. Çfarë po ndodh me Tiranën e madhe? Që është kjo gjendje e ekipit? Shiko, një sekret do t'ja them ju. Riti ka qenë tifoz i Partizanit. Presidenti i Tiranës, po është Tiranës. Po pse ishte tifoz i Partizanit? Se ne ishim te shkolla Mistomame. Dhe shkolla Mistomame ishte në jurisdiksionin të ndarë me rajone që e kapte klubi i Partizanit. Prandaj ishte me Partizanin. Riti kishte qef të luante futboll. Riti ishte lojtar teknik. Birës djali vet në një farë mënyrë kishte ngjashmëri. Grenti po. Djali vet do të lojtar teknik. Mirë po. Lojtar teknik zakonisht janë aristokrat. Janë intelektual. Që do të thotë ruan. Çimuza nuk shpenzonte energji maksimale. Çimuza raste golin aty 40 metra gol do të çado. 1-0 do bëna, do të dal, dilte nga loja. Do të thonë Tirana ka problem që nuk ka më Çimuça në ekip? Po. Ky është problemi i parë dhe problemi i dytë është mos mbajtja e një trajneri, më vjen keq që nuk prodhoi trajner. Nuk mund të themi se Mireliosa ka qenë një nga trajnerët aty. Agustini, domethënë Agustini donte gjithë skuadrën klunte si Agustini. Nuk lund dot gjithë skuadrat si Agustini. Si trajner, nuk ka pas vetë trajner, si tash ka opozita. Pra, Tirana çalon ke trajneri, mendoj unë. Nuk se ka probleme që thonë ka kurtha nga federata, këto gojtë e liga, apo nuk mendoj që ka probleme. Në kandidimin tim 2014 Rita Lili më tha kështu. Unë ta jap firmën, tha kujde, po Tirana shkon kategori të dytë, ta kesh sigurt. I thashëm pse më çfarë do bëj dukat? Kaq hakmarrës është? Jo, më nuk është se është hakmarrës ta, edhe ti po tishe ta do ta bëje këtë punë, se unë të njoh shumë mirë. Se jena kështu moshatar ne. E vërtetë është që ti do e bëje? Nuk e di, ndoshta, nuk e di, nuk mund ta them 100% që mund ta bëja. Po edhe pa kandidim nuk ka mungesë demokracie, edhe më tha, të lutem nuk ta jap dot firmën. Birës lam takim, edhe më doli nga fjala në takim. S'merdi, kur merdhën gjithë, erdhën gjithë. Erdhët nesër. Tani dha ti e dis. Shok kam vllat kam, po këtu s'kam ç'a bëj. Vetëm për kaq se Tirana shkoi një vit më mbrapa në kategorinë inferiore, vetëm pse u taku me mua. Këtu unë i them Armando Dukës, mos kujto se të harroj. Mendon që ka qenë ky problemi që e taku me atë? Absolutisht. Mos kujto se të harroj. Ç'a mendon që është problemi te kampionati jonë që nuk ecën përpara, te këto që përmendë? Nuk mund të themi se ecën përpara. Ka hapa pak më të vegjël se kombëtare. Po një portieri i Shkodrës edhe i Ignatios. Dakor. Nuk po them që nuk kemi futboll, po them që hapat kemi pak më të vegjël nga ç'duhet. E para ne jemi një vend me 4.2 milion banor në statistikë zyrtare. E dyta, jemi të banuar me 2.3-2.4 milion banor. Ta zem sikur luajnë 5% e këtyre futboll, i bigj i luajnë gati 125.000 njerëz futboll. I 25.000 që janë femra që kanë qef luajnë futboll, mbeten 100.000 djem. E dini ju që Gjermania për shembull ka 4 milion futbollistë regjistruar. Po mirë, është edhe populli më i madh. Po pikërisht pra, personalisht edhe tek pikat e mia, të 15 pikat se ju vazhdoni me qitë dhe programin që kisha atë kohë, po e ricel më. Po do pikat kryesore mirë. Po patjetër. Pikat e mia ishin kështu që ne mund të bëjmë një konfederat futbolli me marrëveshje me shtete si Republika e Kosovës, Republika e Maqedonisë, se grekët nuk vinë kollaj. Edhe ne, ndoshta edhe Bosnia, edhe të bënim një ligë të madhe me 20 skuadra, dhe nga këto 20 skuadra pastaj të konsideronim një federat të madhe. A është e mundur kjo? Kjo bëhet në marrëveshje. Tani Armando Duka dum ne nga ana zyrtare kanë ngrit lart. Futbollin shqiptar, në presidenti i UEFA-s, mund ta xarroj atë. Por ka majtur peng votimin gjithmonë atje. Nuk e di, mund të ishte një më i mirë. Domethënë ti po thuaj që duhet bëhet një kupë ballkanike, po thuaj, me këto. Kupa ballkanike është bërë një herë, ka marrë Partizani në 71-shin. Jo. Po se tash nuk bëhet, jo për gjë se ke Conference League, ke Europa League, ke Champions League. Nëse nuk merr ke pjesën e para, ke dytën, nëse nuk merr ke tre. Ja Tiranas luan për shembull. Tirana është çfarë vjen në zonë shtadën. Shiko, problemin e ka Tirana se atje futen ekipe nga Letonia dhe luajnë. Problemin e ka Tirana se ekip. Tani mos luaj Tirana futboll. Kjo është ajo pyetje që thotë Flori, pse nuk bën përpara. Po ai 105 vjet klub tani mos luaj Tirana. Po pra, problemi ai bën gati se ju pyetet
Atje bën gati ju sul Vllaznia me gjithë Dinamon me e çu në ligë inferiore. Jo, po do marrim hakun ne, çka na ke boti ne. Nëse ka bolë të shkojnë përgjigjen përpara drejtësisë. Po me që ishim të Duka. Po. Shumë veta mendojnë që FSHF-ja është e Dukës dhe nuk e merr askush tjetër. Çfarë mendon ti për këtë? Do të kishe kandiduar ti për shembull? Jo, unë e kam bërë provë një herë këtë. E ke bërë provë? Po, e kam bërë provë. Prova ime shkon në gjykatë. Në moment që shkon një provë në gjykatë, siç bëra unë, Domethënë ke kandiduar për Federatën Shqiptare. Po. Regjistri është 18 shkurt 2014. Zyrtarisht gjykata me datën 20 2 ditë më mbrapa merr vendim, pastaj gjykata merr vendim, zgjedhet mos bëhen, ai bën. Pastaj dola përpara gjykatës unë, Manjola Beleri quhet zonja, e përshëndes zonjën, shkërqesinë e saj gjyqtare, që tha si ka mundësi të regjistrosh se s'du ta bëj përsërit atë që tham përpara. Pra kam marruar atë stad. E dyta, unë jam 66 vjeç. Zgjedhjet janë mas 2 vjetësh. Dhe i bie që unë të kandidoj 68 vjeç. Deri në 70 vjeç nuk të le statuti, po të kalosh. Pra i bie që unë marr 2 vjet dhe marr edhe 2 vjet me hile 72. I bie që unë s'jam i ndershëm. Duke nuk po mundet njëri. Mendoj që ndoshta po të ishte një grua kandidate, një vajzë të futbollit shqiptar. Ke menduar në një emër ndonjëherë? Nuk më shkon mendja që gratë bëjnë rafishata. Duhet. Ama që drejtojnë president. Edhe një herë. E kuptova. Ky vend ka patur 2 mbretëresha, Dodonën dhe Teutën. Të dyja kanë vrarë burrat. Vendi është shkërmoqur. Edhe me zër po mbledhim, sikur që mbledhim Republikën e Kosovës. Çfarë thashëm? Po sikur të bëjmë një ligë, ajo kujton se thash kote? Këtu quhet Illyricum Sacrum. Do të thotë, Iliria ka 20 ekipe. Pastaj i themin e Italisë. Po si më bën gol në sekondën e 58, edhe ti nuk e beson dhe vetë që skuadra ka bën gol. Po se beson se të ka fut golin Paolo Rossi ty si brazilian dhe ti ke inatin tani me Italinë. A të bëj një quiz shumë të bukur, je dakord? Po çfarë thotë? Quizi quhet. Lloj pyetje bëni ju? Çfarë të keni qenë? Është një term shumë i bukur, liberal apo konservator quhet, gjithmonë me termat e futbollit bëhet fjalë. Po. Pyetja ime është që nuk ka asgjë të keq po e sham pak albitin nga motra. Gjë që ndodh që futbolli e ka inatin brenda. Ti mendon që je liberal te kjo apo konservator për këtë? Po sigur albit mos ketë motor. Atëherë bie po sharje. Pra jam konservator, mos e shaj. Se ti nuk e di ka motor apo jo albit. E mban mend ka qenë një rast në Shqipëri ku është hedhur poshtë në gjykatë se arbitri nuk ishte motor dhe doli pa fajshëm ai tifoz. Po pikërisht unë pranë të përgjigja, ju kujto se s'kisha informacion. Unë kam lexuar para se të vi këtu. E thash për ata që nuk e dinin. Do thonë albiti nuk pas ka motor. Dhe bie poshtë akuza. Shishi. Rrim të linë Shllaku, profesorin, profesori na mësonte kur ishim të rinj, shiko, do futen në stadium atje dhe mund t'ju shajnë. Ju do t'i mbyllni veshët, me çfarë t'i mbyllni me dyll, nuk dëgjoj shokut. Nuk keni punë me tifozët. Keni punë vetëm me punën tuaj. Edhe unë një herë ik në shtëpi të dy bashkë. Me profesorin, se si ishte si sot që ka makina, bicikleta, motora, më të tërë. O bicikletë për dorë. Edhe ngjiti me profesorin. I thash, o profesor, është një gojdan Tiranë që ke marrë një herë babajnë, nënën, gruan në stadium. Është e vërtet? Po. Babai jot ka thënë që mirë ti se do të shahesh edhe gruan tënde që të vjen në stadium do ta shajnë. Po gruaja ime pse duhet shahet që është nëna jote? Se shkon deri aty. Po. Edhe prej atëherë tha, unë nuk e mora më as gruan në stadium, as nënën në stadium, as motrën në stadium. Ky quhet lind Shllaku, driti pas shpirti. Që do të thotë, është e vështirë në stadium, se tifozëria ka punën e vet. Ti po thu që mos shkojnë femrat në stadium, që lojtarët të shahen nga motra? Jo, nuk e thash shumë. Jo, domethënë, Unë thash mos shkojnë motrat e lojtarëve në stadium. po pra, që mos Ose shahen nënat e lojtarët. lojtarë, po e dëgjoj live aty. Imagjinoj babai aty është me vajzën, pra motrën e. Po pse mos ti themi tifozave mos i shani lojtarët nga Po motra? mirë, pra ndodha ajo që ja kërciti me grusht ai. Ku ishte ai? Që ja kërciti me Në grusht. Shqipëri. Ky i Kosovës. Po më ore çfarë ka motra lojtarit? Që s'po lu lojtarit ama në futboll. Po pikërisht të du të them unë ty. Prandaj mos e merr Kjo motrën. është sharje shqiptare tani.
Po pse çfarë më duhet tani? Atë mllefin ton gjatë javës. Po kur shën ka rob debi mos më marr rob të fa. Që rob nuk Nga stadiumi bosh. Pse pas me stadiumi pak më qytetëruar? Po jo. A këtë pa them valla. Stadiumi bosh tani, stadiumi bosh. Vari që ndryshon futbollin dhe emocionet. Ti je liberal ndaj varit apo konservator? Kur isha në parlament, kryetari i parlamentit më tha, kujtim nuk do të ketë më tha kështu për cerebral fizik tha, do ta ketë elektronik. Var me pak. Var. Edhe unë i thash ose fizik për cerebralin o s'ka. Ik more ignorant më tha mu. Më vesh ti bro. Ik more ignorant tha se ti s'di të përdorësh varin të themi varin. Okej, teknologjia. I thash une? Po. 3 minuta ja kisha marrë për cerebralun. Një të kthy mrapsh, i marr edhe 3 minuta të tjera. Mua i thash më ka mësuar integralin informatik në Universitetin Bujqësor të Tiranës, profesor, doktor i shkencave Haralam Papakroni. Dhe më ka vu, i thash, notën 8-9, unë nuk e meritoja, e thash aty hapur. Për 9, po profesori më tha, me që ka arë në moshtë madhe, këtu të studiosh ditën, hik, mos hajde mo, mësim, ti, do të marrësh 9, së 10, së të vej, së 10, i tako profesor, doktor i shkencave. Po. Thash ti të më thuash mu që ke bërë shkollën e Partisë Punës Kriminale Komuniste, të më thuash mu i thash unë për cerebralin e ke elektronik, s'di të përdorësh elektronikën? Çfarë bërat nesër më? Një të marr laptopin e shkurtër, të vogël, një të futet atë, po punosh. Ta gazetarët, gjuzi punon edhe me dokument, me shkrim, Edhe me e laptop. shkruara mbetet, nuk i met era, edhe me laptop. Edhe thiri kryetari i kuvendit në zyrë tha, më ke bërë një gjëta që mos e bëj më. Përgjigje nuk na dhe. Po ato përgjigjen. Liberal apo konservator? Për varin bëhet. Po mbeni Për varin. dyshimi unë. Jo, për varin. Për Për varin. varin pra, vari çfarë? Varin. Vari? Po. Po konservator valla, çam duhet Konservator. vari më unë duhet luaj futboll, shoh golin me Okej. rafishat aty. Okej. Ishte offside, kaloi thot të qindajt e milimetrit. Offside. Domethënë e pas ka ndor kush? Presidenti Armando Duka. Ai e pas ka ndor Futboll varin. dhe jashtë ajo. Ora po flasim për Shqipërinë, Okej. ne dalim anë, ne themi për varin se s'duam Për varin ton. gërmën tjetër se më fillon dhe Jo, emri. ne po flasim për varin. varin. Ora se ton. më fillon dhe emri mu më atë gërmën tjetër, s'na duhet ai sport. Kemi lojtarët Xhaka, Shaqiri, Berami, shumë lojtarë që kanë luajtur me kombëtarë të tjera, janë shqiptarë po luajnë me kombëtarë të tjera. Për këtë çështje e liberal apo konservator? Gunter Netzer, me numër 10 i Gjermanisë, shitet. Beckenbauer shitet. Luajnë me këtë në Amerikë. Dhe Gerd Müller për një kohë nuk u shit. Gerd Müller i madh, unë e kam pas shumë qef atë si ishte trupi ime 1.71. Domethënë një lloj përgjagjësi, pa ai lundë sul me E bukë. kuptoj. I thotë në një takim gazetares, gjermanët nuk shqiten. Përgjigja e Netzerit ishte një buf tha, nuk e di se ç'është paraja. Mi po ke pati që bufi sot ka dalë si më inteligjenti që në kohën e Kleopatrës? Domethënë as Netzeri vetë nuk kishte informacion intelektual, që duhet përmendte bufin. Domethënë i tha buf kujt? Gerd Müllerit. Këtë Netzerin e mbanet mend gjë ju? Ja. Kurse Jo, Gerd Gerd Müllerin Müller po. tha, si u duk tha numri 5 Bujar Cani. Urdhëron tha, si duket numri 5 tha që ju markoj ju. Jam shumë i gëzuar tha që erdhën në stadiumin tuaj, shënova gol se nuk e di, am vjen radha herë tjetër të vit buj gol këtu. Përgjigje inteligjente. Lojtari gol quhet. Përgjigje bufi. Unë e kam pas shumë qeva. Pikërisht përgjigje inteligjente e bufit. Ti thuj që këta lojtarët janë me drejtën e tyre apo jo? Po. Janë në të drejtën e tyre dhe nuk mund t'i bëj një koment pse kanë qenë në trysni federative, kanë qenë në genocid. Dhe njerëzit, duke më përfshirë dhe mu, që kanë kalu në genocid, nuk janë 100% vetvetja. Sepse në sfond rrinë, ore, se mos po bëjnë e shaka këta dy qunat e sportit me mu që më kanë kap këtu të ashtim mate? Po ti vetë ke pranuar këtu. Ama jo fshehura, se ndryshe ne në 121 i kodit procedurës penale të qonë në gjykatë, në Burg.
Jo, nuk e për burg, jo, Bernardo, çdo pyetje Se ke. Çof Flori. Kuptova pra, kuptova. Është mësu Flori. Flori ka dhe dikush emrin Flori dhe ka ikaj aty. Çof këtë. Edhe çfarë du me thonë me këtë? Tani ata lojtarë që kanë luajtur me skuadra të tjera brenda vetes, ata janë të vrarë që s'kan luajtur me Kuqezi apo me Republikën e Kosovës. Janë të vrarë. Ne s'mund t'i mbi ngarkojmë ata. Tani Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë një në sport, edhe pse ndoshta nuk mund të jenë një shtet, po. Liberal apo konservator? Vetëm një konservator, vetëm një. 168.025 kilometra katror etnike shqiptare për mu, nëse unë në kohën time të ka marru koha ime për këto që pyetët ju, unë do të bëja bashkë, luaj skuadra 10 skuadra tani. Luftëtari Gjirokastërës, sa vite kemi ne që nuk e shohim fanelën Bardhezi. Iko. Apollonia Fierit, po ashtu. Shqyruri këthy Elbasani, Besa e Kavajës, Flamurtari. po ashtu, Flamurtari, po ashtu. Shumë ekipem traditë këtu. Se shikoj, se mund të thotë dikush e ka nacionalizmin koptë. Ja si, Po, duket. Ça, Flamurtari tani. Si u bë kokra 10 vite atje tani Flamurtari. S'lut dot me Tiranën Flamurtari. Po ç'është kjo? Po bëja pra me 14 skuadra se s'u bën nami, drejtë e mori. Okej, nëse ty ato të bëjnë numra, 4 skuadrat, 4 dalin, 4 hyn. Ja ku rregullu. Ka skem. Po. Edhe është ekonomist drejtë, duka, e ke pra, vjen not ka herë. Ekonomi janë dhe unë tani. Lojtarët e futbollit thuhet që paguhet më tepër nga që meritojnë. Në asnjë mënyrë. Tani Ato Liberal apo mjeku konservator? më i mirë merr sa që merr lojtari me keq, Nuk bie më janë mbi intereson fare, paguar. nuk më intereson, ai ka fut kohën. Shikoj vetë don këtu, lutem. Po. Si vetëm tjetër. Janë taka këto, janë rëshqitje poshtë, me të heq topin mos me bë gol, vërsht ka çat taka e futbollistit kundërshtar. Ça, ai ka dalë, nuk kam dalë nga gjak. Jam qep, kam hyrë lojë. Çak, e bën mjeku këtë? Ja. Lutem. Rrezikim madhe. Pastaj, sa tifoza ka mjeku atje? E diti që në auditor mjeku... Do të tifozë ana komerciale apo? Morim i çikne, i njeriu i vetëm mjek në Shqipërinë, trojet etnike shqiptare që ka tifozëri, ma lejoni të them, quhet doktor Baca, se mos bëm reklam madhe. Ky ka tifozëri sa dush. Ky e mush stadiumin edhe pa qenë ai Ronaldo e mush. Përveç ti, kush mjek tjetër ka aq tifoza? Zero. Atëherë, lutem shumë. Jo se kam luajtur. Futbollistët i meritojnë parat, por ata nuk janë ekonomistë që të kullandrisin edhe mos luajmë bixhoz. Se duke mësu duke luajtur bixhoz në kazino, ti shet ndeshin, qoftë edhe me kombëtarin për të cilën është ajo që ne folim shpar dhe unë kam thënë ja 2-3 raste këtu, 5-1 Rumania. 5-1 Rumania që ne rrafim në Europian, me golin e Sadikut apo ja. Po. Domethënë diçka aty ka luajtur. Diçka ka ndodhur, po. Di ka Bixhoz. Mirë, me që jemi te Bixhozi, kam një pyetje që s'ka lidhje fare me Bixhozin. Jepi. Vajzat në sport duhet paguhen njësoj si djemt, liberal apo konservator? Vajzat pa ato janë nëna tona, motrat tona, gratë tona, të dashurat tona, filmet tona. Paga duhet i kenë njësoj si djemt. Ja, po, këto 10 vite tash. Ku ka të çmim? Pagesa një nëne. Ajo na ka sjellë në jetë ne të treve. Çfarë thuhet? Në rregull. Do të paguaja në mënyrë konservatore. Ka dha përgjigje, nuk ka. Thon, këta që luajnë Bixhoz se kanë dhe këta ato pikpyetjet e veta në jetë. Thonë që ndesha pa lutje s'ka din nuk shijon. Liberal apo konservator për këtë çështje. Shpesh herë unë bëj parashim konservator aty në faqen time të Facebookut. E ka njerëz që më referohen mua, njëri para 3 nesh më tha, "Një gjota se unë të kam një gjutë ty dha, kam fitu 5 herë, kam humbur 4 herë." Ai lutem me komentet e tua. Po. I thash, po që ke 1-0, ti në rregull, e çfarë halli ke? Jo dha, po ke ato 4 herë ta, unë kam vu lek më shumë sa ke 5 herë që kam fitu. I thash, Lale, ti me së duket nuk e shku me bo shkollën për ekonomi dhe biznes në Universitet Bujqësor, të këshilloj të shkosh. Një tjetër e mirë dhe e keqe e futbollit janë menaxherët. Ti je liberal apo konservator për menaxherët e futbollit? Unë këtu kam përsëri konflikt interesi se jam vetë i marketing. Nga ana e tifozit. Po nuk e nda dot këta. Çdo njeri në këtë botë, masi lind, fillon qanë.
ka frikë se shef dritë gjithë ne drita. Ja këtu drita dynjoja. Ku dihet këtu çka ka mas. Ndriçimin e kena mirë. Po pra, shumë bukur. Edhe ka dritë fillon me qa. Pastaj filloi merr vesh, avash aty që moshe 7-8 vjeç që ti duhet me bë diçka, se çfarë do bësh nuk e di. Ndonjëherë nonat sidomos që nuk kanë goca, bën me qep ata, shive gjuzën këtu. Që ka dëmtu në gishtin, nga rroba qepsia. Nona ime 84 vjeç, më thotë më çat ka njëri në gjob pishmon se e kuptoj që ka shku drejt Varrezës, është afër. Ajo jetoj sa huta bardh. I them, çfarë s'kam çata, mos ai shoh gishtin këtu, më kujtohesh ti. Pa të keqen nona thot, po ti se bon ai tot. Po pra po e them unë, edhe për ne më ke vonë këtë varsën ti më këtu, se kjo varsë është e nonës. Po po bon dy varset, fusin prangat edhe, kludhem, mos Ma e vetëm njënë. 10.000 lekë vjetra në xhep, thotë të dalin ty, thuj shokëve që një gjosa vetë jemi 5. Ore, nga 2.000 lekë, s'ka më shumë. Hudhin tavolinë thotë i pari ti, pastaj thotë ti mos pi më gjë. Po sikur të vi kështu uria, duhet ujë, e ik pimen e qesma ne ose s'gje gjë ty. Drejt ka? Po drejt ka, po 84 vjeç ka drejt prapë. Po normal. Ashtu, ha? Po, më tha mos luaj futboll, do se na bësh të pall. Drejt ka pas na qit Po punë. bën operacionin kom. A hongra. Ha pra. Tani pyetja fundit. Po. Kombëtarja shqiptare arrin rezultate të mira vetëm me trajnerët tuaj. Liberal apo konservator? Shiko, bota është bot komerciale. Unë prap këtu kam konflikt interesi. Por unë do të zgjidhja trajner shqiptar. Nëse do ta kisha në dorë. Punë e madhe se shkova një 2 herë në botrorin evropian. Trajnerin e kam timin. Ama do ta paguaja trajnerin. Jo trajnerit të thotë unë do marr ta fus 10 minuta gjuzin me bluzën e kombëtarit që të shitet gjuzi atje. Ja, kështu ja. U thon, Ai që e meriton duhet luaj. tani 1 minutë pyetje është kjo.